Kreu demokrat Sali Berisha gjatë një konferencë për mediat nga Selia Blu deklaroi sot se kartelet e drogës janë armisht më të egër të kombit shqiptar. Duke folur për takimin e Arubas që u bë midis qeveritarëve shqiptar dhe grupeve të fuqishme të narkosit shqiptare ndërkombëtar, Berisha deklaroi se atje mund të ketë qenë edhe kryeministri Edi Rama. Kreu demokrat thekson se ekzistojnë përgjime të agjensive ndërkombëtare për takimin. Jam sot këtu përpara jush për të kujtuar përsëri takimin famzita Arubas. Tashmë ky takim nuk është vetëm kronike mediave shqiptare. Nuk është vetëm denoncimi i Sali Berishës, i cili në atë kohë po të bëni një kontroll të kronikave tuaja të lajmeve, i kam shtruar drejt për drejt pyetjen e Edi Ramës: ke marr pjesë ti në takimin e Arubas apo nuk e marr? Takimi i Arubas, sipas interceptimeve, tani nuk kemi më hamendje. Sipas interceptimeve të antimafias italiane të publikuara në një libër që ka dalë këto ditë, është zhvilluar më 19 janar 2019. Një grup ministrash, bashkëpunëtor të narkoterrorizmit ndërkombëtar, kanë udhëtuar me një charter në Aruba, që është një nga zonat më të hapura, më të lira të botës, protektorati i Mbretërisë së Hollandës. Interceptimet, për arsye ta themi politike, ndonse i kanë emër për emër pjesëmarrësit qeveritar në takim, nuk janë bërë publike. Por autori nuk ka më asnjë dyshim se kanë qenë ministra, zyrtar të lartë të qeverisë së Edi Ramës dhe në mundësinë më të madhe vetë Edi Rama. Në një takim famëzik ku është diskutuar për syrin dhe malin e Tiranës, për kullat dhe stërkullat e Tiranës, sipas interceptimeve të sakta të antimafias italiane. Këto interceptime disponohen dhe nga disa agjensi të tjera të vendeve partnere, Belgjika, Mbretëria e Hollandës dhe agjensi të tjera. Por unë citoj këto se kanë dalë në procese gjyqësore, nuk jam i autorizuar të citoj agjensi që nuk bëjnë njoftim se e disponojnë dosjen Aruba. Pra siç e shihni, ne kemi një kryeministër dhe një kabinet që është bashkëpunëtor i ngushtë i atyre që janë shpallur sot organizata narkoterroriste ndërkombëtare, deklaroi Berisha.